Horoskopi i nëntorit për 6 shenjat e dyta. Peshorja. Nëntori kërkon të flasë për vlerën tënde, peshore, dhe jo vetëm në terma të parave, edhe pse sezoni i akrepit dhe Marsi në akrep ndezin sektorin tënd financiar. Kjo është më e madhe se kaq, është për sistemin tënd të vlerave, për ndjenjen e vetë vlerësimit dhe si lidhen këto dy gjëra me njëra tjetrën. Ti po pyetesh, po marr vërtet çmimin që meriton për dhuratat e tua? Po investon energji të njerëz që rezonojnë me frekuencën tënde? Muaji fillon me intensitet, sidomos nëse ke qenë duke u përpjekur tepër për të pëlqyer nga të tjerët, jo më. Por i shikohesh. Edhe nëse kjo do të thotë të tërhiqesh pak. Më 5 nëntor, hëna e plot në dem ndriçon sektorin tënd të intimitetit dhe bashkimit. Disa çështje financiare, seksuale ose emocionale mund të arrijnë kulmin, diçka duhet të ndryshojë. Mund të jetë një faturë e fundit, një zbërthim në terapi, ose një lidhje intime që ose thellohet ose përfundon. Venusi është ende në peshore atë ditë, duke të ndihmuar të lëvizësh me hir dhe elegancë, por më 6 nëntor, Venusi hyn në akrep dhe energjia bëhet më private, papritmas. Kërkon cilësi mbi sasinë. Në dashuri, para dhe gjithçka tjetër, është një ndjenjë, nëse nuk ndjehet e shenjtë, nuk e dua. Nderoje këtë intuit. Merkuri retrograd nis më 9 nëntor në shigjetar, në zonën tënde të komunikimit. Kujdes me fjalët dhe mënyrën se si i thua, por edhe si i dëgjon të tjerët. Ke mundësi për keqkuptime, sidomos në mesazhe apo email. Kur Merkuri retrograd kthehet në akrep më 18 nëntor, paratë dhe vetë vlerësimi të kthehen në fokus. Në negociata, kontrata ose buxhetin për festat, merr kohën tënde. Ky retrograd është për të rishikuar, jo për të nxituar. Jupiteri retrograd në Gafore, duke nisur më 11 ndez. Sektorin tënd të karrierës bëhet e qartë. Nëntori nuk ka të bëjë me fitore të shpejta, por me harmonizim afatgjatë. Më 21 nëntor, sezoni i shigjetarit të jep fuqinë tënde përsëri. Do të ndihesh gati të flasësh më shumë, të qeshësh më shumë, të lidhesh më shumë. Saturni bëhet direkt më 27 nëntor, duke të ndihmuar të rifitosh ritmet e shëndetit, organizimit dhe mirëqenies që mund të jenë neglizhuar. Merkuri bëhet direkt më 29 nëntor, duke larguar mjegullën mendore. Më 30 nëntor, Venusi hyn në shigjetar dhe ti rikthehesh rrjedhës sociale, rrezatuese, ekspresive dhe gati për flirt. Muaji përfundon duke të kujtuar. Je një artist, një dashnor, një dritë, mos haro. Kur sa vlen. Akrepi, ti je momenti, akrep. Dhe e di këtë tashmë, sezoni i akrepit vazhdon deri më 21 nëntor dhe me Merkurin gjithashtu në shenjën tënde nga 18 nëntor deri më 11 dhjetor, energjia jote është magnetike, e fokusuar dhe e vështirë për të injoruar. Je në modalitet transformimi dhe bota mund të duket sikur rrotullohet rreth evoluimit tënd. Së fundmi ke qenë i fokusuar në një rezultat, një person ose një rrugë të veçantë. Por me hyrjen e Marsit në shigjetar më 4 nëntor, është koha të lironi pak kontrollin, puna që ke bërë për të shkuar thellë tani dëshiron të zgjeroj horizontet e saj, por jo kudo. Shpirti yt e di saktësisht ku, pasi Marsi largohet nga shenja jote. Hëna e plot në dem më 5 nëntor ndriçon sektorin tënd të marrëdhënieve, duke sjellë qartësi ose mbyllje në dashuri. Njeriu që ke pranë mund të surprizojë me pjekurinë e tij emocionale ose mungesën e saj. Tani po sheh gjithçka qartë. Venusi në fund të peshores atë ditë kalon në sektorin tënd të shpirtit dhe sekretit, duke të ndihmuar të mbyllësh një kapitull me hir. Por sapo Venusi hyn në akrep më 6 nëntor, bëhesh magnetik si flaka, të tjerët të shikojnë si art, ti i vështron si shqiponjë. Bukuria jote është më e mbretë, dëshirat më të forta, dashuria, seksi dhe parat marrin kuptim më të thellë, por kujdes. Mos projekto plagët e vjetra tek njerëzit e rinj. Muaji sjell sfida. Më 9 nëntor, Merkuri retrograd nis në shigjetar, duke trazuar sektorin tënd të vetvlerësimit dhe financave. Kontrollo çdo faturë, rishiko çmimet dhe jepi butësi vetes. Më 18 nëntor, Merkuri kthehet në akrep dhe bohem, por i shikon fjalët dhe qëllimet e tua. Diçka që ke thënë ose vendosur muajin e kaluar mund të ketë nevojë të rishikohet, mos u stresoni. Ky është një rikthim kozmik.
Jupiteri retrograd nis më 11 në gafore, duke aktivizuar sektorin tënd të botimeve, udhëtimeve dhe besimeve të mëdha. Mund të shtysh një udhëtim ose të rifokusosh planet e jetës. Pyetjet që lindin janë shenjat që të udhëheqin drejt së ardhmes, dhe pastaj një përparim i madh. Sezoni i shigjetarit fillon më 21 nëntor dhe intensiteti i introspektimit ndryshon drejt veprimit të qëndrueshëm. Je i fokusuar te financat, vlera dhe trashëgimia jote. Saturni bëhet direkt më 27 nëntor në sektorin e kreativitetit dhe dashurisë, duke të ndihmuar të konkretizosh një projekt pasionant ose të angazhosh seriozisht në dashuri. Merkuri bëhet direkt më 29 nëntor, duke çliruar zërin dhe qartësinë tënde. Më 30 nëntor, Venusi hyn në shigjetar, duke të kujtuar se bolluku është e drejta jote lindore, por vetëm kur beson se je i denjë për të. Muaji përfundon më i mbredh, më seksi dhe më vetëdijshëm se sa ke filluar. Statusi i Feniksit, riaktivizuar. Shigjetari, me diellin në Akrep deri më 21 nëntor, sektori yt i pushimit, lëshimit dhe ëndrave është aktiv, duke të tërhequr të ngadalësosh para se sezoni yt të nisë. Kjo është ftesa jote vjetore për të pastruar shtëpinë shpirtërore dhe emocionale. Marsi hyn në shigjetar më 4 nëntor, duke nisur një periudhë 6 javore të lëvizjes së shpejtë, besimit në vetvete dhe energjisë personazhi kryesor. Tensioni mes tërheqjes dhe tërheqjes drejt dritës së skenës mund të jetë konfuz në fillim. Por kujto, Marsi në shenjën tënde nuk do të thotë se duhet të nxituar. Lëviz me qartësi, jo me kaos. Hëna e plot në dem më 5 nëntor ndriçon sektorin tënd të mirëqenies dhe punës. Kjo është mundësia për të rishikuar zakonet dhe ritualet e përditshme. Nëse ke neglizhuar trupin ose po teproje me punën, kjo lunacion të zgjon. Venusi në fund të peshores të njëjtën ditë sjell mbështetje nga miqt, duke të ndihmuar të qëndrosh i shtrirë në tokë. Më 6 nëntor, Venusi hyn në Akrep, duke trazuar ndjenja të fshehura. Dikush që mendove se e kishe lënë pas mund të rikthehet në ëndrat, mesazhet ose zemrën tënde. Ky tranzit i Venusit kalon përmes zonës tënde të vetmisë, prandaj besoj intuitës së brendshme. Mes muajit sjell mjegull. Më 9 nëntor, Merkuri retrograd nis në shenjën tënde, duke të bërë të rishikosh gjithçka, nga mënyra se si shfaqesh online deri te ato që beson vërtet. Nëse ke një projekt, postim apo prezantim të madh, shtyje për muajin tjetër nëse mundesh. Jupiteri retrograd në gafore nis më 11, duke ndezur sektorin tënd të intimitetit dhe bashkimit shpirtëror. Kufit emocional mund të zbehen, por kjo është gjithashtu një mundësi për të shëruar plagët e vjetra mbi besimin. Më 18 nëntor, Merkuri retrograd kthehet në Akrep, duke të detyruar të reflektosh sërish çfarë ka lindur gjatë sezonit të Akrepit. Ka nevojë për një pastrim përfundimtar. Jep hapësirë. Dhe pastaj ringjallja solare, sezoni yt shigjetari, fillon më 21 nëntor në orën 20:35 EST. Ndjenja do të jetë si një frymëmarrje e thellë. Ti je përsëri aty. Dielli në shenjën tënde sjell vitalitet, qartësi dhe guxim për të ëndërruar përsëri. Saturni bëhet direkt më 27 nëntor, duke stabilizuar shtëpinë dhe themelet emocionale. Nëse ke pasur tension familjar ose pasiguri për banesën, tani fillon të ndihesh më i sigurt. Merkuri mbyll retrogradin më 29 nëntor, duke të dhënë qartësi për çfarë të thuash ose mos thuash. Më 30 nëntor, Venusi hyn në shigjetar, duke të dhuruar sharm, bukuri dhe flirt kozmik. Muaji mbyllet me ty duke rrezatuar, duke u zgjeruar dhe gati për aventurën tënde tjetër. Bricjap, 3 javët e para të nëntorit të kujtojnë se edhe dhia më e vetë mjaftueshme ka nevojë për komunitet. Sezoni i Akrepit aktivizon sektorin tënd të miqësive, rrjeteve sociale dhe ëndrave afatgjata. Mund të gjesh veten duke orbituar në qarqe të reja, ose duke rishikuar se kush ka vend në orbitën tënde. Marsi hyn në shigjetar më 4 nëntor, duke trazuar sektorin tënd të mbylljes dhe shërimin. Ky është një ftesë 6 javore për të djegur atë që nuk rezonon më me ty. Veçanërisht zakonet ose mentalitetet që ke tejkaluar. Me Marsin pas skenave, jo çdo gjë duhet të jetë publike. Lëvizjet strategjike mund të bëhen në heshtje.
Hëna e plot në dem më 5 nëntor tërheq vëmendjen të sektorit i dashurisë, kreativitetit dhe kënaqësisë. Meriton të ndihesh mirë në trupin tënd dhe kjo lunacion të kujton pikërisht këtë, qoftë duke thelluar një lidhje ekzistuese, qoftë duke shprehur veten përmes artit, diçka që ke kultivuar është gati të lulëzoj. Venusi përfundon rrugëtimin e tij në pesore atë ditë, sektori yt profesional, dhe mund të vijë një shpërblim profesional, njohje, një bashkëpunim, ose një rritje që të kujton se ende e ke fuqinë, por më 6 nëntor, Venusi hyn në Akrep dhe jeta jote sociale bëhet më e thellë, më e ndjerë emocionalisht dhe ndoshta edhe pak më intensive. Mes muajit kërkon durim, më 9 nëntor, Merkuri retrograd nis në Shigjetar, pastaj kthehet në Akrep më 18 nëntor. Bisedat, kontratat ose bashkëpunimet mund të duken si déjà-vu, mund të rikthehesh tek një ëndër e vjetër, një misi e kaluar ose një vizion për të ardhmen që ke lënë mënjan. Mos nxito të veprosh. Thjesht dëgjo, Jupiteri retrograd nis më 11 në Gafore, duke të ftuar të reflektosh mbi marrëdhëniet e tua. Pyes veten, a janë partneritetet e tua vërtet reciproke? Po japësh shumë? Apo je tepër i rezervuar? Nuk ke nevojë të rregullosh gjithçka këtë muaj, por vetdia e qëndrueshme është hapi i parë. Sezoni i Shigjetarit fillon më 21 nëntor dhe është koha jote për të ngadalësuar para se sezoni yt të nisë. Kjo pjesë e fundit e vitit është si një hibernim kozmik, pushim, rishikim dhe rikthim tek busulla e brendshme, Saturni. Planeti yt sundues përfundon retrogradin në Peshqit më 27 nëntor, duke bërë komunikimin, shkrimin dhe qartësinë mendore më të lehtë. Fjalët e tua fillojnë të kenë peshë dhe e kanë. Merkuri bëhet direkt më 29 nëntor dhe Venusi hyn në Shigjetar më 30 nëntor, duke zbutur botën tënde të brendshme dhe duke të dhënë hirin për të falur veten për kohën që ka marrë shërimi. Je në modalitet të thellë përgatitjeje, muaji përgatit rrugën, muajin tjetër je gati të ngjitesh lart. Ujori, je një vizionar, ujor. Por edhe vizionarët ndonjëherë përplasen me mjegull. Sezoni i Akrepit sundon sektorin tënd të trashëgimisë dhe karrierës, kështu që 3 javët e para të nëntorit janë thellësisht të përqendruara te qëllimi yt, por nuk është vetëm çfarë bën, është pse e bën. Marsi hyn në Shigjetar më 4 nëntor, duke ndezur sektorin tënd të komunitetit, bashkëpunimeve dhe të ardhmes. Papritmas, njerëzit të kontaktojnë, idetë rrjedhin dhe projektet me qëllim fillojnë të thërasin emrin. Ky muaj nuk është vetëm për të ndjekur pasurinë, është për të ndjekur vizionin që përputhet me misionin e shpirtit tënd. Megjithatë, me Uranin retrograd në Dem, shtëpia, familja ose ndjenja jote e stabilitetit mund të ndihen të pasigurta. Merr frymë dhe ndërtimi i një baze të re është në punë. Hëna e plot në Dem më 5 nëntor ndriçon sektorin tënd të brendshëm dhe emocional, diçka që ke shtyr për të kaluar, rreth së shkuarës, lindjes apo edhe situatës së banimit, mund të dalë për lëshim. Kjo është një hëna kontroll zemre, që të kujton të ushqesh botën tënde të brendshme para se të ndërtohet ajo e jashtme. Më 6 nëntor, Venusi hyn në Akrep, duke intensifikuar dëshirën për lëvizje të fuqishme dhe njohje. Je magnetik, po mbro strategjinë e paqes tënde. Më 9 nëntor, Merkuri retrograd nis në Shigjetar, pastaj kthehet në Akrep më 18 nëntor. Ky kombinim mund të ndihmojë të rishikosh ëndrat dhe drejtimin profesional. Një projekt i vjetër mund të rikthehet, ose një ambicie e shkuar mund të rigjallërohet. Shënime, por mos nxito. Jupiteri retrograd në Gafore nis më 11, një ditë portali ascensioni. Ky tranzit të fton të rikonfiguroni rutinat dhe zakonet shëndetësore. Po bën atë që të mbështet vërtet, apo vetëm atë që duket bukur në letër. Kur sezoni i Shigjetarit fillon më 21 nëntor, jeta bëhet më e lehtë, më aventuriere dhe e qeshur në stilin tipik të Shigjetarit. 10 ditët e fundit të muajit sjellin ndryshime të mëdha energjetike. Saturni përfundon retrogradin më 27 nëntor, duke të ndihmuar të vendosësh kufi të rinj për financat dhe vlerën personale. Merkuri bëhet direkt më 29 nëntor dhe Venusi hyn në Shigjetar më 30 nëntor, duke të ndihmuar të rreshtosh miqësitë dhe bashkëpunimet që ngritin shpirtin. Ujor, nuk je këtu për të ndjekur trendet, je këtu për të formësuar të ardhmen. Qëndro e veçantë dhe e mençur, je më afër realizimit të vizionit tënd se kurrë.
Peshqit, pesh, nëntori nis me një përshpëritje nga vetja juaj më e lartë, po evoluon. Sezoni i akrepit sundon sektorin tuaj të mençurisë, zgjerimit dhe udhëtimeve, dhe 3 javët e para mund të ndihen si një iniciacion shpirtëror. Ndoshta dëshironi distancë, hapësirë, perspektivë, ndoshta po ju shtyhet të tejkaloni një besim, një rrugë, apo një marrëdhënie që dikur mendonit se ishte e përjetshme. Marsi hyn në shigjetar më 4 nëntor, duke aktivizuar sektorin tuaj të karrierës. Pa prit mas, bastet rriten, po ngjiteni një mali të ri, pesh, këto 6 javë duan që të udhëhiqni, të shiheni dhe të hyni në rolin për të cilin jeni përgatitur heshturazi. Por ngadalë so pak, hëna e plot në dem më 5 nëntor ndriçon sektorin tuaj të komunikimit, mësimit dhe së vërtetës. Një bisedë, mesazh ose ide arrin thellë, mund të nisni diçka, të publikoni ose të merrni lajme që ndryshojnë drejtimin tuaj. Venusi përfundon rrugëtimin e tij në peshore, duke sjellë qartësi në marrëdhëniet dhe dinamikat tuaja financiare, pastaj hyn në akrep më 6 nëntor, duke sjellë transparencë emocionale. Thuaj atë që ndjen, edhe nëse zëri dridhet. Thuaj atë që dëshiron, edhe nëse nuk je i sigurt se si do të merret. Mesmujori është i ngarkuar me retrograde. Merkuri retrograd në shigjetar nis më 9 nëntor, pastaj kthehet në akrep më 18 nëntor. Duke ngadalësuar nisjet e karrierës ose planet e udhëtimit, mund të pyesni veten për drejtimin që po merrni, mos panikoni. Ky është pjesë e procesit. Jupiteri retrograd nis më 11 nëntor, në shtëpinë tuaj të 5 të dashurisë, krijimtarisë dhe gëzimit. Ky tranzit ju fton të riktheheni te ajo që ju ndes brenda, arti, dashuria, lojrat romantike. Mos prisni deri të digjeni. Ushqeni shpirtin tani dhe kujdesuni për nevojat tuaja. Sezoni i shigjetarit nis më 21 nëntor, duke vendosur karrierën tuaj në qendër të vëmendjes. Presioni mund të rritet, por edhe ambicia juaj. Më 27 nëntor, Saturni kthehet drejt në shenjën tuaj pas muajsh ristrukturimit të identitetit dhe rrugës tuaj. Do të ndiheni më të qëndrueshëm në atë që jeni dhe atë që ofroni. Merkuri përfundon retrogradin më 29 nëntor dhe Venusi hyn në shigjetar më 30 nëntor, duke mbyllur muajin me një rritje të sharmit dhe dritave jeshile kozmike. Nëntori përfundon lart, zgjerues, emocionues dhe pak kaotik në mënyrën e duhur. Keni bërë punën e brendshme. Pesh, tani lejoni që bota të arrijë shkëlqimin tuaj.